Krishti i ngjallur nuk erdhi të ndëshkojë kryqëzuesit e tij, erdhi të shpëtojë e të paqtojë. Dhe kjo është fitoria më e madhe në histori. Në kohën që po jetojmë, po përballemi me një formë të re vdekjeje, mpirjen e indiferencës, ngurtësimin e zemrës, tharjen shpirtërore dhe një shoqërie që harroi Perëndin, jo sepse ju ndalua, po sepse zgjodhi ta injorojë. Përplasja e bindjeve të padukshme vazhdon të shkaktojë dhe të shkatërrojë jetë të dukshme. Çfarë vlen njeriu të fitojë gjithë botën, na thot Krishti, nëse humb shpirtin e tij? Këto fjalë janë më aktuale se kur. Jetojmë në një epokë ku njeriu ndjek pa pushim të mirat materiale, sigurinë, statusin shoqëror, dhe megjithatë ndihet më i zbrazur, më i vetmuar, i paplotësuar, më i shqetësuar se kur. Ndërsa gjallja na zbulon një të vërtetë të madhe, kush ka Krishtin në zemrën e tij, nuk i mungon asgjë. Dhe jo vetëm shpirtërisht. Zoti që u kujdes të ushqej 5.000 vetë me 5 bukë, Zoti që shndroi ujë në verë, Zoti që tha, kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë, e të gjitha këto do ju shtohen. Ky Zot nuk i le fëmijët e tij pa gjërat e nevojshme. Ai kujdeset dhe për trupin dhe për shpirtin. Jep edhe bukë edhe paqe. Plotësia nuk gjendet në grumbullimin e pasurive, por në lidhjen me Krijuesin. Vetëm tek ai ne mund të gjejmë paqe, sepse vetëm ai është paqja jonë. Ne dim çfarë do të thotë ngjallje, jo vetëm teorikisht, por nga përvoja e jetuar. Kisha jonë ortodokse kaloi Golgothan e saj. Për dekada me radhë u përpoqën të asgjësonin çdo gjurmë besimi. Kishat u shkatërruan, klerikët u martirizuan, fjala Perëndi u ndalua, kisha duke e vdekur, e varrosur në një varr të vulosur. E megjithatë ai u ngjall, guri u rrokullis, besimi lulëzoi përsëri nga rrënojat, kishat u ndërtuan, komunitetet u krijuan. Kjo nuk ishte arritje njerëzore, ishte fuqia e Krishtit të ngjallur që vepron brenda historisë. Kisha bën thirrje përsëri për ngjallje, këtë herë për ngjalljen e çdo shpirti. Krishti i ngjallur qëndron sot përpara nesh, siç qëndroi përpara Thomait, duke na treguar plagët e tij. Nuk i fsheh, nuk i heq, i mban përgjithmonë mbi vete si dëshmi e përjetshme dashurie. Këto plagë thonë, kaq shumë të desha sa që pranova dhimbjen më të rëndë për ty. Çdo person, çdo shpirt është aq unik, aq i papërsëritshëm, sa që Perëndia do të vinte edhe sikur të ishte vetëm për një njeri. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm një siguri: Krishti u ngjall dhe jeton. Dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as migësia, as varfëria, as përndjekja nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe paqja e tij. Dita e ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht, shkruan Shëni Ongojarti, është themeli i paqes. Sepse nga ngjallja e Krishtit vjen paqja e Perëndisë. Ngjallja dhe paqja e Perëndisë nuk është një dogmë abstrakte, por një thirrje personale. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqen e ju në të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi në vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrën tuaj, thot Shën Serafimi Sarovit, dhe mira njerëz rreth jush do të shpëtohen. Sepse nuk ka paqe atje ku është e keqja, po vetëm aty ku është i pranishëm Perëndia. Le ta gjejmë këtë paqe të Perëndisë në zemrat tona dhe pastaj ta përhapim atë kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Krishti u ngjall.